Përshëndetje njerëz, sot kemi shkuar në tubin madhështor dhe final të lëvizjes vendosje. Mitrovica po flet me zë të lartë për ndryshim, për zhvillim, për drejtësi dhe për një të ardhme që e meritojmë të gjithë. Sot jemi këtu bashkë, të rinë të moshuar, gra e burra, punëtor e student, sepse besojmë në një Mitrovicë që ngrihet mbi punë, mbi përkushtet dhe mbi vlera. Një Mitrovicë që nuk pranon të mbetet penjë. Atje
Atje po fiton për kretor të komunës sërish Shpejtim Bullishi. Mitrovicës na tregoni, apo fiton këtu Faton Peci? Se me Fatonin që më karo me bashkëpunu gusht, edhe në kuvend edhe në qeveri. E di që ky ka energji, edhe me vrapun fush, ka forcë, edhe me ngjit molit për vjetë, ka frena, edhe me izbrit molit të poshtë, e besoni që ka dhe nerva me ecë buz greminës. Prandaj ky është kretori që ju duhet gjithë ju. Nuk po garon edhe për një mandat tjetër. Prandaj kretori aktual edhe në e ditë, edhe partia e tij kanë vendos me garu me gumë rezervë. Po nuk shkohet në Mitrovic, me Mitrovic, e për Mitrovic me gumë rezervë. Kjo partia tjetër që ka qenë për shtet të 4 vjetë, Mitrovica është histori e kujtes, është pasuri dhe krenari e Kosovës, është qyteti që ka duruar ma shumë se kushdo tjetër, por edhe që kur nuk është përkullu. Qytet që gjithmonë ka pasur njerëz që punojnë shumë, që mendojnë thellë dhe duan fort zhvillimin e drejtësisë. Këto 4 vite së bashku kemi bërë hapat mëdhej përpara për Republikën e Kosovës dhe kombin mbar. Kemi forcuar shtetin, kemi përmirësuar jetën e qytetarëve dhe kemi rikthyer dinjitetin e punës e të ndershmërisë. E Mitrovica ka qenë në zemër të këtyre ndryshimeve. Për Mitrovicën kemi ndërtuar edhe ura edhe rrugë. 2 ura mbi lumin Ibër, njërën tashmë secili prej nesh po ashtu ofër 100 kilometra rrugë në veri të Mitrovicës, si dhe rruga nga Prishtina në Mitrovic, e cila tash kalohet por më pak se gjysmore. E dashur qytetarë Mitrovicës, të nderuar pjesëmarrës, madhështor dhe juaj jam Faton Peci. Me ekonomi lokale të fortë, me përkraje për bujqësim, për ndërmarrje investuar në ushtri e bujqësi.